me vjedh në barna, është me vjedh në shëndetin e popullatës. I kanë fut durët sikur me qenë armik të këtij populli. 950.000 euro është dhënë pasuesi, është publik. I kanë shërby këtyre njerëzve dhe interesat të tyre financiare. E di që ka qenë në këshilltar i gjithë ministrave të tjerë. Po shohim që rritja buxhetit për barna nuk po bëhet për përmirësu furnizimin me barna, por për me rrit përfitimin për anëtarët e qeverisë që kanë rrit këtë buxhet për barna. Na kena pas kryetar të komisionit për listën esenciale të barnave, i cili ka kalu aksionar të një kompani e cila është përfituesi më i madh në tenderomanin në Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe kjo jep elemente të mjaftueshme që prokuroria të veprojë. Kjo është me vjedh në barna, është me vjedh në shëndetin e popullatës. Koha. Në vitin 2022, mbeta, më thonë është themelu komiteti kyç për listën e barnave esenciale, ku është udhëheq nga një profesionist dhe ish i përzgjedhur si shkencëtar i vitit. Do të thonë nuk ka pas lidhje, mund të flasin këta për veti që kanë qenë të përfshirë në hartime. Unë po tham në 2022 është iniciuar dhe ka filluar dhe emri nuk ka të bëjë që ka lidhje me kompaninë farmaceutike. Kjo listë i përmban, do të thonë, kriteret e listës së barnave esenciale janë raporti kosto-efektivitetit, rëndësia smundjes për shëndetin publik, gama efikasitetit, sa është i pazëvendësueshëm bari, do të thonë këto kanë qenë ato kriteret të cilat janë. Armen, koha jote. Veç këto shqipçaje, furnizimi me barna 56%, për material shpenzues 55%. 30 sekondat e Armenit, mas ne i zotni Tulaj po presin. Ku ka shku? 10 sekonda. Furnizimi me barna është skandaloz. Sidomos për barna të shtrejta. Pse? Ja thëmë me përgjithësi të plotë se i kanë fut durët sikur me qenë armik të këtij populli edhe të këtij qytetari. Që po ta marr vetëm një shembull një bar i cili ka qenë publik. Pembro Lizumab, e din këta që është që jipet për imunoterapi. 128.000 euro ka qenë të nderi para se me bua këta këtë listën esenciale të barna. 950.000 euro është dhënë pasuesi, është publik, nuk po e thomë në hini në OSHP, KRPP e sheni. Paramendoni sa pacienti tash ka mbet që do është në numër me marrë këtë furnizim në mënyrë private, ku vetëm një terapi kushton 2.565 euro. Faleminderit, ka kalu koha, veç pak ta marrim përgjigjen e ka këshillu ministrin e shëndetësisë, ish kryetari i odës farmaceutike, është qaj aksionari Arenit Jakupi, që po thot Bekimi, që ka shku në qatë kompani, edhe që këta janë të lidhën në mënyrë zinxhirore, edhe me kryesuesin, edhe me ish sekretarin, edhe me ministrin, edhe cilët i kanë shërby këtyre njerëzve dhe interesat të tyre financiare. Jam të folë publikisht. Tash ka 1 minutë Dafina, edhe ti i more gati 1 minutë. Me thonë Dafina se kjo s'din për atë punë hiç. Po ka dalë tash ma den. Kjo nuk e din hiç. Unë kom i dhon fjalën. Unë po amnestoj që kjo s'din hiç për atë punë. Faleminderit. E dim kush janë. Armen, ta ndihmoj. Për emra, kryetari i komitetit ka qenë Driton Vela, doktor Driton Vela. Ky Arjaniti është këshilltar. Arjaniti e di që ka qenë në këshilltar i gjithë ministrave të tjerë ka qenë. Unë e kam kërku. Edhe aksionar? Cilët ministra, unë jo këshilltar i Alush Gashit i Uran Ismailit ka qenë. Unë po flasim për listën e barnave esenciale. Apo e leni me mos më jo me manipulu publik. E ke fjalën tonë, edhe kjo po vënë që ju po manipuloni. Jo veç ta jap një sqarim, domethënë kjo listë i përmban edhe indikacione të qarta për të cilat jepen. Na mund të flasim sot edhe me emra për të gjitha barnat, mirë, por në këto indikacione... A keni informata për që të barë, pse ka kushtu? Jo, është për shkak se të indikacioneve, do më thonë, unë i thash kriteret e mahershme, të cilat janë si kosto-efektiviteti, por edhe efikasiteti klinik, edhe diagnozat, sepse u drëfyster protokollet përditësohen. Edhe sigurisht që zgjerohet gama, a mund të themi në qofse aktualisht janë terapi të vetme të gratë për trajtim të kancerit të gjithë, a mund të themi na se jo nuk do t'ju japim. Do më thonë, në qofse i bëjmë të krahasime të listës së kaluar me tash, ka qenë listë e vogël, mirë po ju ka jap vetëm njofshme.